Presidenti e Komisionit të Venecias Hana Sucovska ka vlerësuar përparimin e Shqipërisë në drejtim të reformimit të sistemit të gjyqësor, duke cilësuar si një hap madhor në rrugën e konsolidimit të drejtësisë. Sucovska theksoi se ky progres është reflektuar edhe në raportin e Komisionit të Venecias. Shqipëria ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm në drejtim të reformës në drejtësi. Kjo është nënvizuar qartë në raportin e Venecias të vitit 2016, ku janë përgëzuar autoritetet për përkushtimin e treguar në këtë proces. Vlerëson gjithashtu gatishmërinë për të marrë parasysh rekomandimet e ndërmjetësve dhe për të ruajtur një dialog të vazhdueshëm me Komisionin. Ajo shtoi se prania e Komisionit të Venecias në Shqipëri dëshmon për nivelin e lartë të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe për mbështetjen që vendi ka marrë në rrugën e reformave në drejtësi. Nga ana tjetër, kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi tha se reforma në drejtësi është ngadalësuar. Duke vënë në pa arritjet e bëra gjatë viteve dhe shkëputjes nga politika, Sadushi përmendi si shqetësim faktin se drejtësia as po ecin me hapin që nisi për shkak të mungesës së vullnetit. Në fazën e thellë transformimi, drejtësia shqiptare ka nevojë të kalojë në fazën e saj të konsolidimit. Sot më shumë se kur duhet të kuptojmë se drejtësia shqiptare duhet të çlirojë veten nga kompleksi i reformave. Reformimi nuk është vetëm detyrë e drejtësisë, por edhe e politikës, e administratës dhe çdo institucioni që mban përgjegjësi ndaj qytetarit. Në këtë kuadër, është vetë politika ajo që duhet të tregojë ndryshim dhe përgjegjësi, sepse vetëm një politikë e pjekur dhe në një drejtësi me integritet mund të garantojë së bashku një sistem të qëndrueshëm dhe të pavarur. I pranishëm në tryezën e diskutimit ishte edhe ministri i drejtësisë në detyrë i Kosovës Blerim Sallahu, i cili tha se vettingu është një proces i domosdoshëm që ka ekspozuar plagët e sistemit të drejtësisë.